Si e, ti shqiptari i diasporës, të erdhi dita është shumë pritur, dita për të votuar, po ju vi zafet e shtëpia, por unë doja të kujtoja diçka. A e mban mend ditën e parë që ke ikur? A e mban mend punën e parë që ke bërë atje? Ti shqiptari i Italisë, Greqisë apo Anglisë, a i mbani mend se çfarë keni hequr duke ikur nga mali, zbathur në shi në Borë, apo duke ikur me gomone me kamiona nëpër Otranto apo në La Manche për në Angli? A i mbani mend këto? Po kur jeni kthye në pika kufitare në Kakavia apo në Kapshtisë, radhët e gjata kilometrike duke pritur me orë të tëra, po nëpër portet e Vlorës dhe të Brindizit me tragetet e tej mbushura. A i mbani mend këto? Po kur shkoje te shtëpia më përpara ndizje pompën për të shkuar ujit e boljeris se sa duhet të takoje prindrit, gjyshit, gjyshet apo të afërmit, a i mbani mend këto? Duhet të votoni. Mos votoni më ata që u kanë përzemër për këto 35 vite. Mos votoni më Edi Ramën apo Sali Berishën. Votoni koalicionin e të rinjve. Nisma Shqipëria bëhet numri 6.